Mirë se erdhët të nderuar miq. Takohemi në këtë të mërkur, në kulmin e javës, kënaqësi të ndajmë 2 orë transmetimi të drejtë për drejta me ju, receta, biseda dhe këshilla. Në ditën e sotme me Altin Jokën, kemi rubrikën tonë me këshilla shëndetësore, do të ndalemi tek konsumimi i sardeleve. Janë këto peshë të vegjël, por që kanë shumë vlera. Si duhet i konsumojmë, pse janë të rëndësishme, çfarë përmbajnë dhe në fundit bëjmë ato dallimet mes të konservuara, atyre të thjeshtave, që gjejmë në treg e me radhë. Gjithmonë flasim për minerale. Kemi nevojë për X mineral për të zëndësuar, ku gjendet ai, por rrallë ose as pak nuk kemi folur për disa mikroelement apo minerale të heshtura, të fshehura, të cilat jo vetëm që kanë një rol thelbësor në organizmin ton, por ne nuk kemi informacion fare për to. Shpesh janë të lidhura me gjendje të caktuara shëndetësore, pse quhen aq të vogla, të fshehura dhe ku mund t'i gjejmë, çfarë lidhje kanë me organet dhe me shëndetin ton të organizmit të përgjithshëm. Në ndiqni pas pak në këto 2 tematika që do t'i trajtojmë me Altin Jokën, ndërsa tani me vrap do të shkojmë në kuzhinë për të nisur me njëherë me recetat e Albanës. Shkojmë. Mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirë se erdhe, mirë mëngjes, mirë mëngjes të gjithëve. Të keme qef, apo? Vënë dyshim? Vë një kështu, tak. Po, jemi në prag të Pashkës ortodokse, jemi në përgatitje të menduarit të tryezës festive. Këtë muaj me plot festa edhe vezët gjithashtu, që cilat presin të skuqe nga visa. Kur janë të ditë bëhet e njëjtja dhe e shtuna, apo jo? Shëndet. Nesër kemi lyerjen e vezëve, më pasër, shurekun, to 2 ditë më thënë janë... Magjerica... Po, magjericën e kemi sot, magjericën. Sot të bëjmë magjericë. Pra sot kemi biskotat e pashve ose ndryshe të kuluraqja, kemi... Mos i kemi edhe nga e përditshme, kemi një tavë me spinaq. Super. Po tavë me spinaq me vezë, po s'pati pak miell asgjë nuk bëhet faktikisht. Lidhsin. Kemi dhe magjericën e famshme, pse them e famshme. Sepse kërkon ato jeshilliqe dhe gjë kryesore është sallata. Sallata dhe bishat e qepëve. Sa për të sallata, le më pas kur t'i vi radha. Ktu, kam. Te kuluret kam vezët, 3 vezë. Vezë jo të lyera, të pa lyera, si, do t'i lyejmë nesër. Përvishemi. Do doja të dija, nëse i doni t'i lyejmë bimore, apo në ngjyra, si të dëshironi ju, dhe pse unë jam tek të bimorja. Kam 3 vezë, i rah mirë. Kam një vezë tjetër, që lë për lyerjen e sipërme të biskotave. Kam sheqerin, gjalpin, sod vanilje, pak qumësh portokall. Nëse ju doni t'i eliminoni të gjitha këtu çfarë unë kam, pa tjetër zëvendësoni me miellin që është me farinën. Pa tjetër keni të verdhin, keni dhe ngjyrën portokalli. Por më pëlqen me që është festive, që unë t'i kem dhe në tryez. Po pe largoj. Pra kemi nisur me shpërbërjen e vezëve. Lash vezët këtu. Filloj sheqerin. Sheqerin do të rah me 250 gram gjalp. Të tretet, derisa të ndryshoj dhe ngjyrën. Ka një aromë shumë të mirë. Dhe nëse ju doni... Oniki, vazhdoj pak të lutem se harova. Shefti, ja. E një mundi kam në shkreta, qatë kujtoje, qatë mbaj mund. Se kemi dhe vezët për t'i trazduar për t'i rarë, por me shumë siguri do të kalojnë të kjo përzierja me gjalpe dhe me... Pra, normalisht kemi gjalp të kripur dhe gjalp të pa kripur. Normalisht e kërkojnë gjalpin të kripur dhe pështë e një kjo. Ja. Pra edhe me telin pa raksen elektrike mund të realizojmë. Të kollajta si dikur. Të tretet mirë. Do punohet mirë dhe kërkon diku te 60 ml qumësht. Nëse nuk doni të shtoni qumësht, mund të shtoni lëngun e portokallit.
Mua më pëlqen që të jetë masa e qumshtit, sepse ka një efekt tjetër. Portokalli jep aromën, por qumshtin e them vazhdimisht që edhe në gatime unë shte pak qumësh që t'i jap atë ajkosjen. Shtoj. Sodën aktivizoj. Patjetër që nga mshuar shumë pak, për të vetmen arsye që do të shtoj mielin farina hap. Që është një përzierje do t'i shtoj edhe pak vanilje. Që i kam gjitha këtu. Si kurse edhe, se në fundit tek biskotat, ne ato duam të ndjejmë aromën, aromën e gjalpit, aromën e vanilës, apo të portokallit që kemi zgjedhur të japim si ta bëj paksa esencë më të veçantë, përse jo ka marrë këtë të voglën fare, që nuk më bëm punë, pa hajde. Që i ka shumë të dëndura, po gjem atë tjetër më mirë. Është shumë e imët? Është shumë e imët dhe të mbetet më shumë në pajisje. Ja kërkoj pak ndej nga banka jote. Po këtu do jetë ndoshta, diku këtu. Ja e provojmë një herë me të. Po të hapë sirtarët tanë këtu. Super, ja s'ka që se të Aj shumë pajisje guzhine, sa? Do thoshtë Alban, bëshoj po si. Ajde të shofim dhe njerë për bërë, se shiko sa pa ngelet, ja. Kjo është përshash, kjo për hudhrën më shumë, që e duam të imët si peltet të forë fare. Unë e kam aromatike, se kam shtuar Shikoj, di qatë njëre ka kjo? Vaniljen e portokallit. Se kjo nuk shkon deri tek pjesa, tek shtresa e bardhë e portokallit, ajo për cilën e themin a i dhëron. E di që e paragjykuam kot? Jo, nuk e shpërtheu aroma. A themu për shembull që nuk në nënvlefsojmë as një mas, as një pjesë një produkti? Ja. Kështu e imët si që është ajo grisja, ajo pajisja, na bën të mund të marim vetëm cipën e hollë sipër me fare të portokallit, ku është përqendruar më shumë dhe aroma. Shpërthen aroma. Atëherë, kalojmë tek vezët këtë mas. Më vete gjalpin dhe sheqerin, dhe pastaj tek vezët e rraura të shpërbëra, bashkë me aromat e vaniljes, portokallit dhe një majlugje sod. Vetëm për faktin që janë biskota festës, pashkës, si që marrin këto gatimet e festave, si që marrin një tjetër, si që marrin një tjetër shije, është festive. Unë e kam thënë një herë, një poezi, ka qenë libri i parë i Moza Ahmetit. Libri i parë i Moza Ahmetit, diku unë do të kemi qenë në diku të 16 vjeç. Edhe shkruante një poezi. Le të jetë si të jetë, puna me këngë i kërë më shpejt. Në këtë mosha ka fituar dhe çmimin e parë në Itali për poezi. Kështu që me librin e parë ishte një goditje për poezinë e bukur, edhe që shpreh diçka fantastike. Dhe ti, të them të drejtën, mund ta thuash që e ke si frymëzim poezinë. Të them të drejtën, poezitë më të bukura janë shkruar në atë kohë. Të gjithë mund të shkruajnë, por nuk janë poet. Mund të shkruash dashurinë sepse të linë ndjenjë. Por që të jesh poet, pa tjetër duhet të dish rimën, lidhjen, sintaksën, metaforën, ta përdorësh, pra nuk është dash e lehtë. Që kështu, një përshëndetje shumë të ngrohtë të gjithë poetëve. Po, edhe poezi dashës. Pa tjetër. I jam një përzierje, sepse pa tjetër që unë do ta punoj me dorë. Do të lihet 20 minuta. Do lihet 20 minuta, sepse duhet të vi. Duhet jetë pak ngjitës. Ato trajt do ketë. Ja, e largoj tani dhe unë nga rjeta e telit, sepse rjeta e telit tashmë mua nuk më ndihmon. Po, tani një lugës e dora për ta formuar brumin e duhur, në masën e duhur, në trajtën formën e duhur, për ta lënë të pushoj. Pra masat të duhura, kaq, masat të duhura dhe ju do shikoni ja. Do t'i shohim tani në ekran, masat e biskotave tona të pashkës, me aromë, portokalli, vanilje, i shohim pak gramaturat e recetës tonë të parë, i shohim në ekran. I kemi gati, na i vendosni, që edhe anvisat i shënojnë për recetat e tyre të këtyre ditëve. Kemi gjalp të butë, 250 gram.
200 gram sheqer, 3 vezë, 2 për brumin dhe 1 për lyerjen e biskotave, 60 ml qumësh, 1 lugë çaj vanilje ose lëng portokalli, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 1 lugë çaj sodë buke, 500 gram miell dhe pak lëkurë portokalli për të ritheksuar aromën e këtyre biskotave. Pra, mos pretendoni që të bëhet si brum byreku, ja, i tillë duhet jetë. Kështu i bën gjalpi. Po. Vjen të shkrista. Mjafton duhet 250 ml. Kjo është 200 gram. Shtoni dhe çerekun e kësaj dhe shkon te 250 dhe më pas portokallin po të doni ju, nëse nuk doni, dënë portokalle moj. Ngrije kokën e lartë moj. Nuk e kuptoj këtë këngën. Se na zuri malli, vinte gusha jote moj. Po se ka dhe gjitha arën portokalli. Jo, ishte pjesa me limonin. Mirë, s'ke kuptoj. Kanë qenë kështu të shartuara, limon e portokall bashk. Brenda familjes së agrumeve. Edhe, e lë të tillë, do ta punojmë mbas 20 minutash. Dhe kthehemi sërish me Jack Comeback. Laj duart dhe vi. Ne do të vazhdojmë me mesazhin promocional dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën e dytë, shumë i shkurtër. Vazhdojmë me recetën e dytë, jemi rikthyer, një shkëputje shkurtër, na solli përsëri gati produktet në tryez për tavën me spinaq. Shohim fillimisht se çfarë bëhet fjalë, çfarë na duhet jetë përveç se spinaqit. Një panoramim tryezës tonë me përbërësit me gramaturat përkatëse dhe jatet e keni në ekran edhe recetën e shkruar. Tavë me spinaq, me vezë dhe me djathë, për cilën ju duhet 1 kg spinaq, 1 qep e thatë, 4 qep të njoma, vaj ulliri, tërshër, 300 gram djathë, 4 kokra vezë, gjysmë tufe koper, gjysmë tuf majdanoz, 3 lugë gjelle me miell misri, krip dhe piper i zi. E gatuajmë tani këtë recetë. Po që ke më që shesh, që ke? Po sepse sa bëra këtë veprime për shkurt marr tavën. Po leri piruetat për vend tjetër. Dëgjoj, pirueta. Do të bësh një tjetër piruet, më e vdorur. Po me patjetër. Jo, po nga ana tjetër pra kështu. Po dal pse jam. Edhe. Që ke mirë, nuk merren mend domethënë. Jo, nuk më merren mend, do të thotë që kam mend. Mund të bëj kushdo pirueta, po pirueta. Këtu danon që nuk po t'i bëj kushdo. Kam vënd të nxerën t'i gamin që të donë. Pika e rëndesës. Po, më jep tha një pikë mbështetje dhe unë në vizë gjithë botën. Ja, kjo është. Tu kam vendosur u tha dhe u bë pastaj. Edhe unë këtu kam vendosur yndyrën si pikë mbështetje, ngroh të nxerën t'i gamin çfarë keni ju dhe më pas shtoni qepët e njoma dhe qepët e thata. Shtoj qepët e thata në fillim fare, i përzijej pak sa, sikur se shtoj direkt edhe qepët e njoma. Sepse kërkon që të ketë qep. Do thoni ju nëse do mbaj erë, aty s'kam qa bëj, sepse edhe shi e doni, kjo është. Po, jo me se kishim të era, kishim të lotët. Të lotët thamë, pra vendoseni qepën në frigorifer, e kam thënë dhe do t'a them, vendoseni në frigorifer ose futeni në ujë. Është ja më e lehtë për prerjen e qepës, vendosni thikën, vendosni vaj në prerje, që të bëni një prerje të dur këtu, edhe jeni në rregull. E kam thënë dhe këtë dhe e di shumë mirë, por ja që këto do them. Kam spinaqin e kam të ngrirë, e dini shumë mirë, kur bëjmë zajret, bëjmë edhe spinaqet, kur gjejmë atë mundësinë. Çfarë po antimi? Unë kështu bëj. Jo, thjesht po mbar për nuhat të energjikun. Bëjmë spinaqin e lajmë, e pastrojmë, nuk e lëm të lagosht, patjetër që e thajmë mirë dhe më pas e vendosim në ngrirje. Kam vezët, kam miellin e misrit, 3 lugë to, lidh, kam thënë që është ura më e mirë në të gjitha gatimet për të lidhur ushqimin. Është kripa piperi, vaj, djathi, sikurse kam edhe tërshër. Pra mielli i misrit me tërshërën shkon shumë. Ta provojmë mirë sot. I kam lënë në qetësinë e vet, duke shtuar pak kusfare krip. Patjetër që shtoj pak vaj, që mos të më digjet gatimi. Ne themi pak vaj, por normalisht duhet 1 lugë gjelle për person. Janë dhe gatime pastaj që janë të yndyrshme, që nuk ka nevojë për 1 lugë gjelle për person.
Marr vezët. Kjo është një tavë tani e sezonit, kështu që do ta pëlqejmë besoj shumë. Gjë që në moment që unë bëra të piruetën, doja të merja tepsin. Ose derisa ta arrim të tepsia, kemi kam bërë 2 pirueta të tjera. 4 vezë ovital të plota i shtojmë për t'i shpërbërë dhe për t'i bashkuar me përbërësit e tjerë, të tavës tonë me spinaq, me vezë dhe me djathë. E di sa më kujtua? Përsjerje. Në moment, normalisht kështë e vogël, se do thonë ju për e madhe, dhe madhe nga njëherë. Ishte fest dhe sidomos një maj, pa tjetër që dëna na blinte gjëra të reja, të vishtim çorapet e bardha dikur. Çorapet e bardha dhe sandalet. Një maj ishte shënjimi i sandales që vishe për herë të parë sandalen në sezon. Dhe o do ndodhte që të rëzosha, o do t'i këpusje, ose të bëshin çorapet fish, edhe më thoshe dikur nëna, e ndjera, ma të keqe mamin, edhe kur do martohesh që do rëzosh, po si e kishte shënjuar atë fjallë. Edhe kur filloj e bëni një punë shpejt këtu, e mësoj atë gjë. Po edhe të ringrihesh. Po pa tjetër, kush... Gjëja më madhe shoj, di çfarë është, kur ti rrëzohesh edhe ngrihesh. Kemi thyer gjymtyr. Po pa tjetër gjujnë, pa tjetër dhe mjekrën. Po kur thyen mjekrën edhe ngrihesh, ajo është gjëja më e mirë. Edhe në kuptimin metaforik kur rrëzohesh. Pa tjetër, jo fizikisht, po edhe emocionalisht. E kuptojnë anvisa, tani kanë 5 vjetë që e njohin gjuhën time. Gjua e shkret, kocka s'ka, po kocka thyen. Ja, që bëra këtë rrahjen e mirë duke i shtuar pak zvaj këtu. Do t'ishte të gjithë produktet. Tani, te kripa, kam pak kujdes, sepse kam djathin feta. Duhet një djath i fort. Duhet djath i fort. Që të qëndroj si copë aty në konsumim, në pjekje. Do të shtoj. Mielin. Dhe i largoj. Ja, edhe një kupë me tërshër të plot. Është vendosur tërshëra. Pra edhe që e shojmë kështu të plot, tërshërën në formë e saj. Pa e lë këtu. Të pa bluar, se edhe mund ta kishim bluar në miell, po e duam si copës të qëndroj e tillë edhe forma edhe shija në konsumim. Tani qepët janë zbutur. Ja. Kur ju vendosni menten ose në energjikun, normalisht uji që lëshon është më i errët se i bimëve të tjera. Për shembull e majdanozit apo e koperit. Sërisht e lë hapur sepse nuk kam nevojë dhe e pres. I prerë është. I prerë është thjesht me duar ta thërmosh është gati për duke qenë se kur ne e blejmë patjetër që unë spinaqin, nuk mund të roj për një javë kështu pa e sistemuar atë. Kështu në këtë formë, ngrirja është dhe pjesën tjetër. Mënyrat e zgjatjes së kohës për ta gatuar. Dhe kam menduar gjithmonë që besoj se kështu duhet të jetë më e thjeshtë për ravisat, kur ne mbledhim jeshillëqe, nëse duam të bëjmë atë pispilin apo lakrorin me jeshillëqe, laj pak duart. Një ditë është ajo, i mbledh të gjitha jeshillëqet, i lani pastron, i than, i vendos në ngrije qeska, dhe kur ti dëshiron ta gatuash byrekun, lakrorin apo çfarë lloj tave tjetër, i ke gati në ngrirje. Kjo është mënyra më e mirë, më praktike. Lodhesh një ditë, ama i ke për 2-3 radha më shumë gati gjërat. Sidomos jeshillëqet që duan kohë për t'i larë, për t'i sistemuar. Vendos kapakun që të kemi... Tani do zbutet dhe spinaqi dhe do të hedhim tek masa. Pa tjetër, unë do të shtoj bimët aromatike këtu, koper, se koperin i shkon. Si shkon shumë spinaqit. Bashk me bishtat. Bashk me bishtat. Ka një aromë bari, një aromë të qetë, një aromë freskie. Ja, aty që të marri dhe gjithë masa aromën e koperit.
i përzim dhe shojmë dhe njerë së bashku recetën e shkruar, ndërkohë tepsin për ta montuar atë. Masa e spinaqit, masa me mielin, vezët të shërën, për cilat pra kemi 1 kg spinaq, 1 qep e thatë, 4 qep të njoma, të dyja këto i kaurdisim në vaj ulliri. Më pas kemi të shërë gjithashtu, 300 gram djathë të fort, 4 kokra vezë, hoper edhe majdanos nëse doni mund t'i shtoni, 3 lugë gjelle me miell misri, krip, piper i zi. Një foto apo shpejt e shpejt për bërësit, edhe pse do t'i keni në YouTube-in tonë, në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli. Baroj? Ja. Ma nuk më duhet që ta gatuaj sa të uli volumin e spinaqit. Furën të jetë e para ngrohur. Po, ne kemi në 180, po e vendos 200 dhe pastaj mund ta ulim rrugës. Atëherë. Shumë thjesht. Shumë thjesht. Mua më pëlqen që t'ju jap gatime sa më të thjeshta. Sa më të thjeshta. Ju e dini shumë mirë që spinaqi nuk kërkon shumë zjeri në disa gatime. Në disa gatime. Edhe ky kremi me mielin e misrit të shërën edhe... Niki, këtu pak ose fare qumësht. Shtoj këtu. Në mire me lugën që mos mbetet asë një pjesë pa u shfrytëzuar. Një nivelim dhe receta direkt në pjekje. Pasi ta pjekim, do ta tregojmë dhe për ju, ndërkohë kemi për të pjekur dhe biskota, të cilave do t'ju japim formë pas publicitetit. Pas publicitetit gatuajmë që tani neve me formën. Po, bëjmë gjysma të pak të formave të ndryshme, mjefton të keni këshu fantazi dhe kreativitet, se format e biskotave zdomos këto që japin këtë atmosferën e pashkve ishtin me formën e bastumit. Vendosni fëmijët bashk, gjyshet, prindrit, punoni, bashkëpunoni me fëmijët në gatim, sidomos të biskotat. Është jam e dashur që fëmijët do ta mbajnë mend gjatë gjithë jetës tyre. Atmosferë dhe energji shumë e mirë. Pra, e vendosim tani tavën për të pjekur. Direkte në furrë të parangrohur. Pakës fare krip e dini shumë mirë, pakës fare piper. Edhe jemi gati për ta pjekur. Ndërkohë, publiciteti do të na rikthej përsëri në kuzhinën e Reze Dielli. Ju presim. Mirë se u rikthyet në pjesën e fundit të hapësirës së gatimit për sot dhe shihini pak format e biskotave që Albana, me cilat Albana u mor gjatë publicitetit, formë gërsheti, formë bastuni, forma trumbullakta, formë kërmilli, çfarë do lloj hyllje me radhë, mjafton që të jenë të larmishme edhe të jenë festive. Pra ka vaj, brumi, gjë që ndërkohë, me qënë se pjeca më e madhe e brumit është shfrytëzuar për t'i dhënë formën e duhur, unë po vazhdoj me pjesën tjetër. Jo, baroj, s'ka qa pjesë se u lodhe shumë gjatë pushimit. Unë mbush tepsia, e po kisha dhe unë sa punë të mija. Më tha që do të ndihmojnë këta. Unë o e bëjtë të duket, unë të ndihmoj neshti, unë të ndihmoj live, të duket, të konkretizohet. Këshu në publicitet. Nuk ka sepse këto marim për masa, prandaj dhe fryen, po. Mirë, thash për pjesën tjetër të brumit, do ta pjekim ashtu siç është. Ta me ta pjekim kështu, një biskot të madhe për mua. Bëjmë kështu forma të vogla. Për mua. Mirë, atëherë tash. Opa, direkt. Jo, një sekondë, ta bësh punën tënde ti se. Do ta, jo, që të kalojmë te pjesa tjetër. E kalojmë te pjesa tjetër? Por na duhet edhe një vezë që t'i lyejmë pak. Të bardhën e vezës. Me të bardhën e vezës vetëm do t'i lyejmë. Pra ne zakonisht përdorim të verdhën e vezës për të bërë këto lyerje, por të herë për t'i dhënë atë shkëlqimin. I jap një furç. Dhe i lyejmë për shkëlqim dhe i vendosim për t'u pjekur. E rahim pak sa. Këto nuk duan shumë kohë për t'u pjekur, kanë përshtypjen. Jo, shumë pak. Kanë ngjarpjen të shkripta dhe piqen shumë kollaj. Urdhëro. Edhe mbaruam. Një ngjyrë të lehtë do të marrin. Një preke të vogël. Dhe fillojmë.
Sa për shkëlqim? Direkt me recetën tjetër. Tregojmë fillimisht se çfarë përmban? Po, çfarë përbërësi shka receta tjetër? Pra kam magjiricën, gjë që duhen të brëndshmet e baktis, më duhet gjalpi që unë direkt e shtoj, qepët e njoma, një veskrip, piper, kjo salata që quhet ndryshe salat iceberg, sepse nuk duhet që në lëng, në sup, të zhytet e të bëhet e fishkur. Prandaj duhet, ja kjo e forta, dhe qëndron e tillë dhe ka një shije shumë të duhur. Patjetër bimët aromatike dhe mua goca që mi ka hequr qepët e njoma. Po ishin me gjithë bishta, ato që i shfrytëzuam pjesën e bishtave dhe për tavën me spinaq, kështu që qepët e njoma janë të freskët, janë tani të sezonit dhe kanë një aromë livadhi. Shtoj pjesën magjirica e famshme e pashkës që gatuhet pas kurbanit, pas terjes qingjit. Është gatimi i parë i mëngjesit mbas drekës. Mbas ritualit që ne vim, ne përdorim në darkë, për shembull ne përdorim magjiricën. Rituali i parë fare i gatimit është qepët pas vezës, kuptohet. Pjesën e bardhë. Pas trokitjes së vezëve. Po, patjetër. Tani vendosa dhe ta ngroh, sepse unë nuk dua që qepa të më titërsohet në ngjyrë. Lë pjesën jeshile, që dua në fund fare, do qep mirë, disa marrin dhen, disa qëndrojnë ku kanë folen, kaq. Në gjalp që është gjysëm i tretur. Kemi dhe salatën, qepë të njoma, të brëndshme të baktis, paksa dhe limonin. Duke vendosur kapakun. I bëj zmetin tani pjesës jeshile. Se do në fund, jo tani, largoj paksa salatën icebergut edhe vendos, heq bishtat që janë, bishtat më të gjata, dhe do të shtoj që dhjetë se sa minuta i duhet kësaj salate për të gatuar. Sa të zbutet. Koha më e madhe të brëndshmeve i takon. E largoj dhe heq edhe pjesën tjetër. Pak nga mëlçit. Ma një taljer tjetër për të brëndshmet e baktis. Pra kryesisht të qingjit që bëhet kurban për ditën e Pashkës, që e kaurdisim, janë supëzohet që janë të freskëta, të imta. Më duhet të jetë pak, kur flas, pak vjamushka, pak, jo vjamushk. E kalojmë aty, bashkë me aromat e qepëve të njoma. Ja, filloj dhe e presë, shti. Çfarë të keni juve? E mira është të brëndshme, kur them të brëndshme, të gjithë të brëndshmet. Po. Por, ka edhe nga ato që nuk i konsumojnë, edhe të zorët. Po zorët e njoma. Të njoma që lahen, shplahen, zihen, gëlqerosen, ose mënyra të tjera për t'i pastruar ato, bashkë me korminën, që quhet atë? Këtë e kam këtu unë këtë pjesën. Lëndësin. Po, atëra. Rope largoj. Sasia që na duhet për masën që do përgatisim ne për supën e magjiricës, është kjo, një grusht me të brëndshme, me mëlçin, apo me elementet tjerë si të dëshironi ju. Disa për shembull që nuk mund ta ndjejnë dot erën e mëlçisë të shpretkës,
nuk e përdorin. Prandaj do unë bëj gjithmonë zgjedhje të çfarë nuk mund të përdori dikush. Treten fare treten. Pra më duhet qepët e njoma veza që në fund fare unë do ta pres, shtoj. Do bëj prerje me veze me limon. Pakos fare piper. Pra një ka urdisë sa të zbardhen, masa tjetër, dhe së bashku jedhim një sy për bërësve, përveç se të ndohemi, të shijojmë tani një kanaçe nga lavaca jone freskët me cappuccino apo me qumësht, por shojmë mirë së bashku recetën e shkruar. Supa magjerica. E ditës së Pashkës, 250-300 gram të brëndshme, mëlçi shpret ke me radhë, 50 gram gjalp, 3 luggjelle oriz, 2-3 qep të njoma. Po, hiqeni ka shpejt ju se. Krip, piper të zi, limon, një tuf koper. To janë përbërësit pra të magjericës. Shënojni edhe bëjni foto nëse nuk e shënuat shpejt e shpejt. Një ose 2 vezë për ta prerë dhe për ta lidhur mirë këtë supë. E dini shumë mirë. E cila duhet thënë që duhet konsumohet e freskët. Balancimin e lëngut, duke shtuar të ftohtë me të ngrohtën. Të sallatën do të shtosh në fund, besoj, a? Orizin e zjerë. Na dha një shenjë këtu fura jonë që do të thotë për tavën tonë me spinaq. Është pjekur, të vendosim biskota të piqen tani. Është një piksur, shumë nxehtë. Është piksur bashkë me djathin, kremin me mielin sipër, spinaqin në meradhe, unë po vendos direkt biskotat, që mbase kemi aq mundësisa të... Shumë pak temperaturën? Te 170, a? Po. Bukur, fordilëm që të piqen dhe biskotat e Pashkës dhe... Shtoj pak ujë. Supa magjerica, tipike karakteristike për këtë ditë festive të Pashkës, ndërkohë, pse ne janë rrëzuar neve këto kutit? Unë për shembull si Albana, do të shtoja arla, po, sepse është kremoze. Po, është kremoze. Krem natyral, për shembull, pa ngatruar me... Pa pana, pa... Po. Do i lëm të zjej dhe thamë që sallatën ja shtoja në fund këtë pjesën e gjetheve. Atëherë. E lë, si që kam, qepët e njoma. Bëjmë atë prerjen. Balancim. Ky veprim është për balancimin e temperaturës, për t'i bërë prerjen me vezë supës dhe limon. Pamja tregon vetë se sa e mirë do dali kjo supë. Në ta gatuani edhe në ditë të tjera, jo vetëm për ditën e Pashkës, kur gjeni produkte të freskëta. E pastrojmë pak sa vendin, se kam problem të vendin. Bëhet kështu si vesa i pastaj. Hyri dhe pastrim. Do ta lëm dhe pak, ne, apo do t'ja shtojmë tani në fund? Shtoj shumë pak. Kaq. Nuk po duhet shumë gatim, sepse orizin e kam të zjerë. Mëlqit normalisht gatuhen shumë shpejt bashkë me qepën e njomë. Shtoj. Dora e fundit është me sallatën.
sallatën dhe jemi Ky proces përfundon tani që vetëm për t'u zier, për t'u lënë në qetësi në temperaturë mesatare. Patjetër që kam masën e koperit. Ja shtojmë dhe koperin dhe këtu përfundon supa jon Magjerica, o do t'ju bëj tani një përmbledhje të treja recetave që gatuam sot në Rrezë Dielli. Nisëm me biskotat e pashkës, shojmë pak përbërësit e tyre, derisa të marrin një ngjyrë. Shpresoj Albana Idi një sy furrë, se më duken se e kam fikur gabimisht. Biskotat e pashkës, ju duhet gjallë, pibut 250 gram, 200 gram sheqer, 3 vezë, 2 të plota për brumin dhe një vetëm e bardha për t'i lyer biskotat në fund fare, bardha e vezës. 60 ml qumësht, një lugë çaj vanilje ose lëng portokalli, një lugë çaj me pluhur pjekje, një lugë çaj sot buke, 300-350 gram, 500-530 gram miell, pak lëkurë portokalli për aromë. Këto ishin biskotat të cilat i kemi vendosur për t'u pjekur. Kalojmë tek tava. Tava me spinaq, me tërshër, me djath dhe me qep të njoma po ashtu, të cilën e kemi servirur për ta parë ju. 1 kilogram spinaq, një qep e thatë, 4 qep të njoma, vaj ulliri, tërshër, djath, vezë, koper, majdanoz, miell misri, krip, piper të zi. Dhe supa që po serviret, supa Magjerica. E lexojmë fillimisht recetën dhe pastaj e tregojmë me planin ton të servirur dhe të dekoruar. Okej. Supa me të brëndshme, pra Magjerica, 250-300 gram të brëndshme, 50 gram gjalp, 3 lugë gjelle oriz, qep të njoma, vezë, limon, një tufë koper, krip, piper i zi. Të lumshin duart, ju falenderojmë që na keni ndjekur deri në këto çaste. Pas fleshit informativ dhe publicitetit, ju pres në bisedën në orën 10:05 minuta me Altin Jokën. Shihemi nesër bashkë në kuzhinë me të tjera receta. Ju pres pas pak. Mirë se erdhët përsëri në rrezën tonë. Do të flasim për vlerat, benefitet e sardeleve, këtë peshk të vogël, të cilën e kalojmë ndonjëherë pa vëmendjen e duhur në përtryezat tona. Pa e ditur që është një thesar me vlera për shëndetin e trupit ton, dhe padyshim një nga peshqit më të lirë në treg, por a i konsumojmë sa duhet? Çfarë janë këto vlerë, për çfarë bëhet fjalë, pse duhet konsumohet me gjithë halat, a janë sardele të konservuara apo njësoj me të njëjtat vlera si ato të freskëta, e të tjera informacione si këto, për pjesën e parë të bisedës me Altin Jokën, cilin e përshëndes fillimisht. Mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën. Ju dhe gjithë teleshikuesve, po ashtu dhe gjithë studios tuaj, regjis. Faleminderit. Kemi zgjedhur sot Altin të flasim për këtë ushqim të lloj peshku që e nënvlerësojmë me thënë drejtën. Jemi më fokusuar më shumë tek këto peshqit e mëdhenj, të mbushin atë tryezën, pa u fokusuar tek këto sardelet e vogla, të cilat kemi dëgjuar dhe studimet kanë treguar gjithnjë më shumë se përmbajnë goxha vlera për shëndetin ton. A janë vërtet kaq të shëndetshme apo thjesht janë mite dhe informacione jo të drejta? Ne jemi të fokusuar në përgjithësi nga komoditeti edhe nga lehtësia e gjërave. Prandaj dhe ne zgjedhim peshqit të mëdhenj. Dhe nuk është i vetmi produkt që ne neglizhojmë. Ne në përgjithësi shumicën e produkteve ne i neglizhojmë. Jo më kot 20 produktet më të shitura në botë dhe më të kërkuarat nuk është asnjë i shëndetshëm. Të flasim për sardelen, do të themi që në zinxhirin ushqimor, sardelet në opinionin tim, po dhe të shumë specialistëve të ushqimit, por dhe disa shkencëtarëve të ushqimit, apo disa instituteve, hynë tek 10 ushqimet më të shëndetshme. Pra në 10 ushqimet më të shëndetshme. Dhe jo vetëm pra është vetëm ky lloj peshku që hyn te 10 ushqimet më të shëndetshme, që ta kuptojmë. Vetëm sardelia hyn nga peshqit te 10 ushqimet më të shëndetshme, që të cilat hyn jeshiljet, hyn qepa hudhra, është avokado, janë edhe disa produkte, boronisë të tjerë. Mjalti po. Tani sido që tjetë, ne peshqit i ndajmë në 3 lloj kategorish, ose 3 lloje kryesore të peshqve të ngrënshëm. Pra në nutricion, janë peshqit, mund të them, të dobët ose pa yndyrë, të cilët janë merluci, levreku, koca,
të cilat kanë pak yndyrë, kanë shumë pak omega 3, janë shumë të lehtë për tretjen, pra peshë të bardhë, po themi. Janë të mirë, por shumë të lehtë, janë me vlera më të ulta, por janë shumë të lehta për tretjen. Kemi peshqit me gjysmë yndyrë, siç është për shembull me yndyrë mesatare, siç është krapi apo disa lloj të troftave, të cilët kanë një yndyrë mesatare dhe kanë një nivel të omega 3 në mënyrë mesatare. Dhe kemi peshqit yndyror, të cilët janë dhe më të rëndësishmit nga ato që ne duhet të konsumojmë, jo se s'duhen konsumuar këto të tjerët, por nga më të rëndësishmit janë këto ku hyn dhe sardelet, skumria, salmoni e të tjerë. Tani pse sardelet janë, ose po e bëjmë si temë, ose ju bët një pyetje. Është mit apo është fakt që ato janë shumë të shëndetshme? Le të shikojmë profilin e tyre ushqyes. 100 gram sardele na ofron 180 dhe në 200 kalori. Na ofron diku 25 gram proteina dhe diku rreth 12 gram yndyrna, nga të cilat rreth 2500 dhe në 3000 miligram varet nga sardelja omega 3. Pra, më shumë se sa sasia ditore që ne mund të marrim. Pra, është i vogël, por është i pasur në volum në këtë aspekt, në aspektin e yndyrnave. Në aspektin e proteinave, ne kemi te sardelja leucinën, e cila është një ndërtues shumë i mirë i muskujve. Kemi lizinën, e cila është një rigjenerues qelizor, por gjithashtu është dhe një nga elementet kryesor të sistemit tonë imunitar. Kemi metioninën, që është një detoksifikues i mërqisë. Kemi triptofanin, që është pararensi për të ardhur te serotonina, që ndikon në gjendjen tonë shpirtërore. Kemi taurinën, e cila mund të them është për problemet e zemrës, për sistemin tonë nervor, për uljen e qetësisë të ankthit të elementeve të tjerë. Nga aspekti tjetër kemi vitaminën D. Vetëm në 100 gram sardele ne kemi 250 njësi të vitaminës D. Pra një burim shumë i mirë për të marrë vitaminën D, meqense është kaq shumë e diskutuar. Po. Në 100 gram. Nëse konsumojmë 200 gram, ne kemi marrë plotësisht vitaminën D. Vitaminën B12, që e ka 300% të nevojës ditore, që është shumë i mirë për nervat, për energjinë, për kujtesën, për sistemin nervor dhe për sistemin tonë imunitar. Kemi vitaminën B2 ose riboflavinën, e cila është 30% në 100 gram të sasisë ditore që ne mund të marrim, 100 gram sardele. Kemi vitaminën B3, që përsëri është diku 25% të sasisë ditore që ne mund ta marrim vetëm nga sardelet. Kemi vitaminën B6, kemi vitaminën A, edhe pse është në sasi shumë të vogla, por e kemi. Çfarë kemi element shtesë te sardelet? Kemi koenzimën Q10, e cila është baza kryesore e mbështetjes energjisë qelizore dhe të mitokondrive. Është shumë e rëndësishme për efektet e zemrës, kolesterolit, për problemet e tensionit, sistemit, pra sidomos për femrat që janë në momentin e menopauzës ose perimenopauzës. Por sardelet kanë kolagjen, sidomos te pjesa e lëkurës dhe kockave, që shërbejnë shumë mirë për kyçet, për nyjet, për indet lise. Te sardelet ne kemi selenin, që nuk është vetëm për problemet e tiroidës dhe gjëndrat hormonale, por është një nga antioksidantët më të fuqishëm dhe është një nga mbrojtësit më të mirë kundër dëmtimit të radikaleve të lira. Por çfarë kemi te sardelet tjetër? Ne kemi kaliumin dhe magnezin, të cilët ne e dim shumë mirë, shërbejnë për tensionin, për krapet, për problemet e këtyre ngërçeve, për problemet e muskujve. Kemi sasi të lartë të kalciumit. Llogarisni, në 100 gram sardele ne kemi 400 miligram kalcium. Aq sa ne mund të marrim në ditë. Pra vetëm, por gjendet kryesisht e kockat e sardeles. Pra ne duhet të konsumojmë me hala që të marrim sasinë e duhur të kalciumit. Pra kanë më shumë kalcium nga produktet e tjera të peshqve. Po, kanë më shumë kalcium, po, për porcion flasim gjithmonë. Për porcion. Po duhen konsumuar me gjithë hala. Nga ana tjetër kemi fosforin, i cili punon bashkë me kalciumin për problemin e kockave. Pra është shumë thelbësore. Po kemi hekurin, i cili është shumë determinant për problemet e anemisë e tjera. Dhe kemi omegën 3 që tam që ul nivelin, se omega 3 është një nga antiinflamatorët më të mirë, po kemi një balancim midis omegës 3 dhe omegës 6 të sardelet. Dhe ky raport bën që të ulim nivelin e proteinës S reaktive ose markerit të inflamacionit që është CRP-ja. Të balancojmë balancimi omegës 3 me 6, çfarë bën tjetër? Nga tjetër bën stabilizimin e membranave qelizore, që qelizat të funksionojnë më mirë. Pra konsumimi i rregullt i sardeleve sjell këtë lloj probleme. Tani nga ana tjetër, nuk më that për të konsumuar. Kur thoni konsumimi i rregullt, pra që ti marrim të gjitha këto vlera që vitamina D e me radh, sa shpesh duhet të konsumojmë? Këtu kemi një ndarje sepse disa studiues thonë duhet konsumuar minimalisht 2 herë në javë. Disa thonë duhet konsumuar rreth 10 herë në muaj. Disa thonë duhet konsumuar 4 herë në muaj. Në opinionin tim,
4-5 herë, ndoshta edhe 6 herë në muaj, është e mjaftueshme, është e mirë, sepse çdo gjë me tepri ka dhe disa probleme, sepse ka dhe probleme tjera sardelet. Megjithatë, ti bëri një pyetje dhe më the, kush janë sardelet më të mira? Të konservuarat apo këto të freskët që ne konsumojmë? Po, çfarë diferencë kanë? Aspekti biologjikisht, më e mira është sepse është e freskëta, sepse është proteina pa prekur, pra është e pa përpunuar. Kemi një yndyrë më të stabilizuar dhe nuk kemi aditiv. Por kemi një problem, në varet si do ta përpunojmë. Në qoftë se ne do ta skuqim në vaj, ne kemi për ta oksiduar. Në qoftë se dalëm kohë të gjatë, pra disa ditë pa u konsumuar, pra të freskët, edhe ajo do oksidohet. Ndërsa sardelet në konservë, ne dim që omega-3 nuk preket në përgjithësi, është stabil, ka raste që lëviz. Kockat janë më të zbutura dhe rritet niveli i përthithjes së kalciumit që është më i disponueshëm. Por në disa raste duke u bërë që këto produkte në paketime në kanaçe, në to pjesët metalike, sterilizohen për siguri bakteriale, apo hidhet sasi kripe, apo hidhet sasi vajrash vegetal, të cilës janë vajra të hidrogenizuar rafinuar, të cilat janë baza kryesore e inflamacionit, do rrisin nivelin e omegës 6 dhe kështu që sardelia në disa raste kthehet kundër produktive dhe bëhet e dëmshme. Pra ta dim këtë, në qoftë se ne marrim një sardele me vaj vegetal, është më e dëmshme se sa nuk do ta konsumojmë. Pra ne kemi humbur, sepse kemi marrë një nivel të lartë të oksidimit të yndyrnave të cilat varet nga cilësia e ulët e vajrave, gjithmonë. Por nga vlera, po nuk ka sardele me vaj ulliri në përgjithësi. Patjetër në konserva, sardele në vaj ulliri dhe në vajra vegetal. Po ti mendon se është vaj ulliri? Po ka ndryshim. Apo vaj i përpunuar? Unë kam provuar të dyja, ka ndryshim në shije, në aromë. Është vaj i përpunuar apo është vaj ulliri pastër, sepse ti thua vaj ulliri, i cili mundet. Ajo varet dhe nga çmimi Altin. Këto në vaj ulliri janë dhe më të shtrenjta. Po edhe një herë, në përgjithësi, vajrat e ullirit që hidhen në ushqime nuk është baza kryesore që ai poshet vaj ulliri. Ai poshet sardelen dhe thotë shoqëruar me vaj ulliri. Pra duke qenë sekondar si produkt, vaj ullirit mund të jetë i cilësisë 3, 4, 5. Është më i mirë se vajrat vegetal, po mund të jetë prapë i përpunuar, mund të jetë prapë. Në ana tjetër mos harrojmë se disa nga kutit e sardeleve kanë dhe konservues. Dhe këto konservues bëjnë mirë, po ama nga vlerat ushqyese, si sardelja konservuar, si sardelja që ne konsumojmë në atë lloj mënyre, është e mirë. Unë do rekomandoja sardelën e freskët, sardelën e ngrirë, pastaj të dalim te sardelja në kanaçe. Të konservuar. A përmbajnë Altin sardelet metale të rënda si mërkuri, siç ndodh tek lloje të tjera peshqish? Atëre sardelet janë nga peshqit më të shëndetshëm. Por duke jetuar shumë pak, se ato janë që jetojnë shumë më pak se sa peshqit e tjerë. Për shembull do ju them një fakt. Skumria ka nivele më të larta të omegës 3 se sa sardeleve. Pra e ka rreth 3500 njësi të omegës 3, pra që marrim krahasim me sardelen. Por sardelja ka më lart se salmoni apo peshqit e tjerë. Pra sardelja është në krye të elementeve. Tani, te aspekti përsëri metaleve të rënda, kryesore të metaleve të rënda është mërkuri, por dhe plastika. Mërkuri të sardelja është gjetur në sasi shumë të vogla, sepse para ai jeton shumë pak, krahasim me peshqit e tjerë, për shembull nëse skumria jeton 7, 8, 10 vite, sardelja jeton 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet maksimumi ku bën sardelet më dha. Pra nuk jeton shumë dhe nuk ka mundësi që ta absorbojë nivelet të larta të mërkurit. Por ka nivelet të mërkurit, po të ulta. Edhe për arsye sepse duke qenë në fundin e zinxhirit ushqimor tek peshqit, sardelet janë të vogla dhe kanë nivele më të ulta, pra të mërkurit flasim, jo të plastikës, po prapë ne duhet jemi të kujdesshëm të drejtim. A i zëndësojnë më së miri, duke qenë se janë të pasur omega-3, të gjithë elementet që u përmendët më sipër, a i zëndësojnë më së miri suplementet që ne marrim? Jo, absolutisht jo. Nuk mund të jetë diçka natyrale në krahasim me suplementare, sepse dëgjoni, një suplement omega-3 është në përgjithësi është marrë nga vaji i peshkut të merlucit, nga zëmbra e peshkut nga vajra të tjerë dhe është marrë dhe fillon dhe hidrogenizohet, kalon temperaturë të larta që të ndahet, sepse ai vaj është i ndarë, ka dhe omega-6, ka dhe vitamin D, ka elemente të tjerë, ka vitamin A dhe kjo ndahet dhe hidrogenizohet. Në përgjithësi omega-3 edhe pse është e pa ADH që është më e mira ndoshta, përsëri ka probleme. Por nga halli po themi në këtë rast, mundet konsumohet për një kohë caktuar. Në opinionin tim më i miri është vaji peshkut të merlucit, edhe pse më i rënd për stomakun, pak më i vështirë për t'u tretur, pak më i vështirë për t'u përthithur.
dhe për të punuar në trup nga mikrobioma jon, është shumë i shëndetshëm, se vaji i peshkut, sidomos në presim të ftohtë, ka nivele të larta të vitaminës A, vitaminës D, vitaminës E dhe omega 3, pra i ka bashkë këto. Ndërsa omega 3 është omega 3. Ndërsa peshku në këtë rast nuk mund ta krahasojmë dot, sepse unë ju zura 5-6 proteina, ju zura 7-8 vitamina, ju zura disa elementë bazë që ka sardelja. Dhe në momenti që ne marrim sardele, trupi jo nuk funksionon vetëm me omega 3, nuk funksionon me 2 minerale, me 7 minerale. Në qoftë se ne kujtojmë se me 4-5 minerale, 2-3 vitamina që marrim, njerëzit nga suplementet rregullojnë diçka nuk ka rregulluar asgjë, më shumë prishin disbalancat, sepse ne kemi nevojë të marrim prandaj është ndërtuar zinxhiri ushqimor. Për këtë arsye, patjetër që nuk zëvendësohet nga asnjë lloj suplementi niveli sardeles në aspektin ushqimor të vlerave dhe aty që trupi merr dhe që në të ardhmen do ta kthej. Po mos harrojmë dhe diçka tjetër, në moment që ne marrim sardele, ne kemi shtyrë dhe drekën, ne kemi shtyrë ushqimin, pra ne kemi kombinuar dhe me elementë të tjerë shtesë. Pra e kemi bërë dhe fakt ushqimi, e kemi bërë dhe kurim, ose e kemi bërë në aspekti biologjik një farë force ose një ilaç bimor. Sepse ushqimi është ilaçi më i mirë, ne këtë e themi gjithmonë. Po gjithmonë ndikim me këto trendet moderne, duke nënvlerësuar shpeshherë ushqimin tradicional dhe aq më tepër për sardelet që është një nga peshqit më të lirë edhe në treg, pa kosto. Dhe ka një gjë që nuk rritet në rezervat. Sepse ajo rritet në tufa të mëdha. Duke nditur në tufa të mëdha do hapësirë të mëdha lëvizje, se është peshq që duhet lëvizë shumë. Dhe në tufa të mëdha nuk ka mundësi që të rritet në rezervat. Do një ujë shumë të pastër, e treta është kjo që nuk mund të futet në rezervat, se është peshq i lirë, nuk ka leverdi ekonomike. Duke qenë shumë i ulët si çmim në treg, nuk mundet ta marrë njëri përsipër ta bëj. Le që është e vështirë, por përsëri ka këtë lloj problemi. Dhe nuk të bezdis sepse e konsumon dhe me gjithë hala që janë të imta të vogla, të pastra shumë me kalcium, kështu që edhe fëmijët madje, edhe fëmijët e vegjël që në moshën 90 muaj mund të fillojnë 7 muaj ndoshta, mund ta fillojnë duke bërë në blender, jo ta hangë kështu sardelen, patjetër. Ta bëjnë në blender ato puret e perimeve, pra rekomandohet që të futet sardele që në momentin e parë që ne konsumojmë ushqim për fëmijët, sidomos në moshën pastaj të rritjes, edhe deri në adoleshencë duhet konsumuar më shpesh, sepse për mendimin tim është e ndarë. Për fëmijët që janë në rritje për 7, 8, 9, 10 dhe deri në fund të adoleshencës mund të konsumohen ndoshta 3 herë në javë, nëse ka mundësi. Por pastaj duke u rritur, duke u ulur dhe pastaj pas moshës 56 vjeçare përsëri mund të konsumoj edhe 2 herë në javë, ndoshta 1 herë në javë. Megjithatë unë jam te ai ideja 4-5 herë në muaj është e mjaftueshme. Pra në këtë aspekt. Në aspektin e kalciumit që u that, halat janë kryesorja të kalciumit, sepse halat janë të butara të ngrënshme. Pra që ta dim, sidomos ato të konservave. Tham kemi 300-400 miligram kalcium në 100 gram. Pra ka një sasi të lartë edhe është shumë i përthithshëm. Është jashtëzakonisht i përthithshëm. Por tjetër çka ka? Paketa perfekte e sardeleve ka këtë. Futja e kalciumit, marrja e vitaminës D, marrja e fosforit. Çfarë bën këto? Këto bëjnë që trupi të reagojë në të gjithë aspektet imunomodulare edhe në aspektin imunitar dhe të përthithjes edhe për të kockave. Pra ky është baza kryesore. Një pikë shumë e rëndësishme që kam e merak, besoj edhe shikuesit, po dhe unë vetë është që mënyra e gatimit, që të mos ja humbasim të gjithë këtë listë mineralesh të domosdoshme. Cila është mënyra më ideale për t'i gatuar sardelet në mënyrë që të mos humbasim këto minerale që sapo përmendëm, elemente të tjerë? Atëherë në mënyrën edhe të kombinimit dhe të gatimit, 2 rrugët kryesore që janë më të mira është në furrë dhe të ziera. Pra në furrë dhe të ziera pa kaluar në procese të tjera. Në rast se ne do i kalojmë në skuqje, si i kalojnë shumë, ose i kalojnë në fritura, që i bëjnë dhe me mijë dhe me të tjera, atëherë mos harrojmë që ne marrim nivele shumë të larta të nivelit të omegës 6 dhe të vajrave të cilët krishtojnë alahide, të cilat në do të dëmtojnë në asidin probleme inflamatore dhe nuk do ulin inflamacionit në të gjakull. Madje do ta shtojnë, sidomos tek njerëzit që kanë probleme tensionin, me trigliceridet, me yndyrnat, me probleme që kanë me mëlçin, edhe në rast se ne themi është e mirë sardelja për këto, kur i konsumojmë të skuqura apo në fritur, atëherë janë shumë të dëmshme. Më e mira do ishte në furrë dhe të ziera, dhe kombinimi më i mirë do ishte kjo. Nëse do bëjmë të ziera, hudhër, majndanoz, limon, dafin, vaj ulliri. Është kombinimi më perfekt, edhe shoqëruar pastaj edhe me disa perime jeshile, ose me pak patate,
ose me pak brokoli. Po kryesisht me patate, me perime e shile. Edhe në furrë mund t'i konsumojmë me pjesën tjetër të perimeve që ne mund të fusim, edhe të shoqërohet ndoshta edhe me avokaton për të marrë çik acide yndyrore shumë më të shëndetshme, për të ulur inflamacionin, për të ulur nivelin e sheqernave, për të marrë yndyrat të shëndetshme dhe për të marrë të gjitha ato benefite që ne folëm më lart. Këto janë dy rrugët më të mira të cilës sardelet mund të konsumohen. Po. Faleminderit Altin, ndërkohë në aspektin tjetër mos harrojmë që kemi një mit që thonë mos i konsumoni sepse mund të dëmtojmë në aspektin e kolesterolit. Nuk dëmtojnë në aspektin e kolesterolit, sepse kemi një demagogji në këtë rast, sepse ne kemi nivele të larta të omegës 3 dhe ne është studiuar tani më së miri dhe jepen suplemente madje që jepet omega 3 njerëzve që kanë problem të rrezikut kardiovaskular, që kanë nivele të triglycerideve, që kanë nivele të lartë të HDL-s, të LDL-s dhe po jepet omega 3 që të ulet niveli i inflamacionit në të gjakut, atëre sardelia nuk e dëmton. Por, në rast se ne do kemi t'i marrim të paketuara, kanë nivele të larta të kripës, kanë nivele ose që kanë ato açuget, se kemi dhe açuget, të cilat janë më të vogla dhe kanë nivele më të kripra, kanë më pak omega 3, por ata hyjnë te risku poshtë të sardeleve, më pak të shëndetshme se ato, por sardelia më shëndetshme. Edhe se skumria shumë të shëndetshme, edhe nëse do konsumonim skumri dhe sardele madje, më shumë do të konsumojmë sardele se skumri. Pra, skumrin ne mund të konsumojmë 2 herë në muaj, sardele mund të konsumojmë 3, 4, 5 herë në muaj. Pra, më shumë. Pra, në aspektin kardiovaskular nuk ndikon. Pra, nuk ka ndikuar as te kolesteroli, as te inflamacioni, as te niveli i sheqernave, as te rreziku kardiovaskular, madje rekomandohen për të konsumuar vetëm në rast se ne i marrim të paketuara që kanë krip, kanë aditiv, sepse disa nga paketimet e sardeleve të futura në kanaçe ka dhe nivele të jo vetëm të vajrave të rafinuar, por ka dhe disa aditiv dhe janë gjetur edhe pastaj edhe element kimikat shtesë, të cilët janë disa kanaçe dhe metale të cilat lëshojnë me kalimin e kohës disa elemente të brendshme në sardele duke u kombinuar me këto vajra dhe elemente të tjerë që ne kemi futur për t'i konservuar. Po. Mirë, ne shpesh folëm dhe i përmendëm disa minerale bazë, kalciumi, hekuri, fosfori, magnezi, zinku, për cilat i kemi folur dhe në emisione të tjera, por trupi ynë pas ka nevojë dhe për minerale të tjera të cilat janë fare të panjohura ose shumë pak të njohura, por që ndikojnë tek humori, tek hormonet, tek gjendje të ndryshme shëndetësore. Për këto minerale që quhen mikrominerale apo jo, është një sugjerim i Altinit për t'i njohur dhe për t'ia shpjeguar dhe publikut që pikërisht se këto mikroelement ndikokan në mirë funksionimin e trupit ton. Cilat janë këto mikroelement të vegjël, të panjohur, të padukshëm të trupit ton? I shpjegojmë më njëherë pas publicitetit. Kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe i sqarojmë përsëri me Altinin. Janë disa mikroelement të vegjël të heshtur, pothuajse të panjohur, por që ndikojnë fuqishëm në shëndetin ton, humorin ton, hormonet tona, madje deri në plakjen e qelizave. Cilat janë këto, ku i marrim, si mungojnë dhe si i kuptojmë, apo jo Altin? Nuk bëhet fjalë për elementet e njohur, bëhet fjalë për disa mikroelement dhe pse quhen të tillë dhe cilët janë ato për t'i prezantuar për publikun. Atëherë, ne mineralet në trupin ton kanë 3 grupe kryesore që ta kuptojmë. Janë makromineralet, që janë mineralet kryesore në sasi më të lartë, që ne kemi vënë shumë rëndësi të madhe, siç është kalciumi, është magnezi, është kaliumi, është fosfori, është klori, tjerë to minerale të mëdha. Kemi mineralet gjurmë, që janë mineralet vogla që zakonisht janë më pak se sa 100 mg që na duhen në ditë. Tipi bakrit apo jo? Po, hekuri, zinku, jodi, bakri, seleni, kromi, mangani, këto janë edhe element që ne përsëri njohim, por janë dhe mineralet e mini gjurmës ose ultra të vogla, shumë të vogla, të cilat janë në sasi me mikrogram. Dhe janë sasi minimale, po janë tepër të rëndësishme për ne. Dhe pa tone nuk funksionojmë. Kush janë këtu? Është bori, është vanadiumi, është silici, litiumi, është nikeli, kobalti e disa të tjerë. Pra, këto minerale, afërsisht ne kemi diku rreth 30 minerale në total, pra këto ultra të vegjël, pra ultra mini po themi, të mineraleve, janë këto baza kryesore. Dhe çfarë roli kanë konkret këto, nëse do më lejosh, pastaj ti shpjegoj një nga një disa nga këto. Po. Për shembull ta nisim me borin, meqense e përmendët të parin. Po, atëherë bori mund të quhet dirigjenti i hormoneve dhe kockave, edhe pse është i vogël.
Sepse problemi është që ndonjëherë nuk na mungon hormonet. Tani merrni një grua që është në perimenopauzë, në menopauzë ose ka probleme hormonale. Ajo shkon te doktori dhe çdo gjë duket në rregull, analiza. Ajo merr dhe kalcium, merr dhe vitamin D dhe ndonjëherë mund të marrë dhe suplemente për hormone, dhe prap ajo ka probleme me kockat, me kolagjenin, ka lodhje, ka ndryshime të humorit. Pse? Sepse orkestra funksionon dhe janë të gjitha aparaturat. Problemi mungon dirigjenti për ta futur në punë, dhe ky është bori. Çfarë roli ka bori në këtë rast? Bori nuk ndërton vetë, bori është sakrifikues. Është nga sakrifikuesit më të mëdhenj në trupin tonë. Ai rregullon funksionet për të tjerët, hap rrugët për të tjerët. Çfarë bën bori? Aktivizon vitaminën D në trup. Në qoftë se vitamina D kalon në disa hapa, bori e kap nga veshët vitaminën D, e ndihmon në këtë proces dhe e çon aty ku duhet. Pa bori nuk mundet të kemi gjë. Pisa të duash vitaminë D ti. Vitamina D mund të jetë normale madje në analiza, por përsëri ti thua, përsëri nuk ka mirë. Pse? Nuk funksionon pra vitamina D. Nga ana tjetër, bori rrit nivelin e përthithjes së kalciumit dhe të magnezit, sepse bën që uljen e humbjes të kalciumit dhe magnezit që ne mund ta nxjerrim edhe nëpërmjet urinës e nëpërmjet edhe djersës, ajo e mban më lart. Pra e mban gjithë pasurinë minerale. Nga ana tjetër, nuk mundet të kemi nivele të larta të kalciumit në trup funksional dhe magnez pa borin. Nga ana tjetër përsëri bori rregullon pjesën hormonale, rrit testosteronin të burrat dhe rrit nivelin e estradiolit, pra estrogenin në nivelet fiziologjike, jo të tepruara, duke bërë që të ulet inflamacioni hormonal, duke bërë që të rritet niveli i energjisë, të rritet libido, pra të ndihmojnë në ciklin menstrual dhe të menopauzës. Bori tek femrat, para shumë i rëndësishëm, kush e ka diskutuar këtë kurrë, sepse ne merremi vetëm me mineralet e mëdhenj. Nga ana tjetër, në qoftë se CRP-ja, niveli inflamator në gjak është i lartë, atëherë mundet të kemi mungesë të borit. Dhe inflamacioni kronik, sidomos inflamacionet, problemet për shembull me kockat, probleme me hormonale, probleme sëmundjet kronike varen shumë nga bori. Tani sot bori ka probleme të mëdha se nuk e marrin dot. Jeta moderne besojnë ai pakson edhe mineralet e vogla. Po, jeta moderne për cilat ne kemi mungesa. Ka rënë 8 deri në 12 fisha afërsisht bori në përmbajtjen e tija, edhe sidomos tek uji, edhe plerat kimike, bujësia intensive që është bërë, e njëjta gjë. Analiza është ajo që përcakton mungesën edhe të mikroelementeve, mikromineraleve? Shikon, ne borna duhet afërsisht 3 mg në ditë, minimumi. Dhe maksimumi duhet 5-6-7 mg maksimumi. Ku e marrim? Ku e marrim? Ku gjendet? Po. Gjendet tek gjërat e thata, pra tek këto frutat e thata, tek hurmat arabe, te rushi i thatë, te kumllat e thata, te avokatot, te aroret, te bajamet, dhe te disa fruta në varësi të është organike fruta ose është bio, po themi, jo gjithmonë. Tani si e kuptojmë në analiza? Në analiza nuk del, por duhet shihet në trup. Në qoftë se ne kemi osteoponi, osteoporozë, dhimbje kyçesh, në qoftë se kemi libido të ulët, testosteron të ulët, simptoma të rënda të menopauzës, në qoftë se analizat në dalin mirë edhe kalciumi dhe vitamina D dhe ne përsëri kemi këto probleme, në qoftë se trupi ka lodhje, ka inflamacion kronik, ka metabolizëm të dobët përthithjes të vitaminës D, atëherë është nga arsyet kryesore të borit. Ja ta bëjmë një paralelizëm. Kalciumi është tulla e ndërtesës, magnezi është çimento, vitamina D janë tërë punëtorët që ndihmojnë për ta bërë, por duhet inxhinieri. Inxhinieri kush është? Është bori. Ky është thelbi që mund të themi në këtë rast. Që nga shumë i rëndësishëm, kalojmë tek të tjera minerale të heshtura të haruara. Për shembull po ju zë molbidenin. Molbideni nuk është thjesht një mineral. Është trupi jonë, nëse është një makinë e madhe, kamion gjigant, çdo gjë funksionon në rregull, kemi ndruar gomat, amortizatorët, çdo gjë. Problemi është që nuk kemi një ndezës, çelës. Nuk na punon çelësi. Atëre makina nuk ecën. Atëre nuk ka sens fare. Çfarë bën molbideni? Molbideni aktivizon disa nga enzimat më kritike në trupin tonë. 3 enzimat kryesore. Sulfit oksidazën, e cila kthen sulfite toksike në sulfate të padëmshme, që do të thotë ato që ne marrim nga frutat e thata që janë të spërkatura, sulfitet janë toksike, ato na shkaktojnë probleme inflamatore. Është pikërisht kjo enzim, pra sulfit oksidaza, e cila aktivizohet nga molbideni, i cili e heq ushqimet e konservuara, produkte industriale. Kjo enzim punon për të hequr grupet e mëdha të toksinave dhe të stresit oksidativ. Shumë e rëndësishme kjo. Tjetër, aktivizon një enzim tjetër që quhet aldehid oksidaz. Çfarë bën ajo? Shkakton gjithë aldehidet. Aldehidet janë nga alkooli. Alkooli
duhani që ne pim na sjell problematika dhe krijojnë aldehide dhe një grup të rënd të toksinave. Dhe në këtë rast është pikërisht aldehid oksitaza e aktivizuar nga molibdeni, i cili i heq këto toksina që ne marrim nga alkooli edhe tjera. Për shembull, nëse ne kemi intolerancë ndaj alkoolit, kur konsumojmë pak alkool dhe nuk ndihemi na dhëm koka pras, kemi mungesë të këtij minerali. Nëse kemi një lodhje të madhe pas një dite, 2 dite, jemi të vdekur, të raskapitur. Nëse kemi rastin e ndjesisë ku jemi të elmuar çdo herë që ne konsumojmë ushqim. Nëse konsumojmë duhan dhe jemi na merr mend, kemi mungesë të këtij minerali. Tjetër, enzima kryesore, xanthin oksidaza, e cila metabolizon purinat, që cilat krijojnë acidin urik në trup. Nuk mund të hiqet acidi urik nëse nuk kemi xanthin oksidazën e aktivizuar nga ky mineral. Dhe aspekti i rritjes qelizisë, energjisë qelizore, metabolizmit të ADN-s sjell të lloj problemi. Përsëri tokat janë varfëruara në këtë drejtim dhe toksinat e këto plerat kimike kanë shkatruar dhe ne nuk e marrim dot. Edhe pse ne na duhet rreth 40 mikrogram në ditë për ta marrë. Më e mira do ishte 150. Të parët tanë kanë marrë 150 mikrogram në ditë. Ne sot marrim rreth 25 dhe në 45. Pra ne konsumojmë më pak mobilden, 4 fish më pak se të parët tanë. Burimet më të mira të këtyre janë fasulet, thjerrzat, tricat integrale me fara të plota, të shërat e këto tjera gruri, dhe një pjesë e madhe e farave që ne mund t'i... E vetë një gjë e përbashkët që kemi me të parët tanë është që nuk i njihnin as ata dhe as ne, se nuk paraflitet për këto minerale. A i menin në mënyrë natyrale, ata nga ushqimi dhe nuk e dinin, në mënyrë inteligjente. Nëse ne kemi lodhje pa arsye, kemi atë mirgullin e trurit, kemi reagime ndaj ushqimeve të përpunuara, ku krimi kruarje. Nëse ham diçka kemi kruarje, intolerancë ndaj disa ekzemave, ndjeshmëri ndaj kimikateve kur lajm duart të na krijojnë kruarje lëkurë ose tip ekzemash të lartë lëkurë, këtë minerale kemi mangut. Prandaj patjetër duhet marr në këtë mënyrë. Tjetër kemi një mineral tjetër i quhet vanadiumi. Vanadiumi është insulina e heshtur. Në shumë raste nuk është problem sheqeri dhe glukoza. Problemi është që qelizat nuk e pranojnë. Kanë mbyllur një portë. Dhe porta për të hapur të është vanadiumi. Tani imagjino një person që është me diabet. Do konsumojmë pak, mundohet të mbaj dietë, përdori insulina, po të përdori dhe ilaçi për diabetin dhe përsëri thotë, "Ore, kam probleme me pankreasin, kam diçka, nuk shkon se unë përsëri jam keq." Dhe madje as nuk do psohet. Shpesh problemi është në nivelin e qelizës dhe roli biologjik është pikërisht i këtij vanadiumit, sepse aktivizon receptorët e insulinës. Insulina lidhet me disa receptorë dhe pikërisht është vanadiumi që aktivizon këto receptorë duke bërë insulinën që të jetë më fortë. Rin ndjeshmërinë bie ndaj insulinës dhe i bën qelizat që të jenë më të ndjeshme. Ndikon në metabolizmin e energjisë pikërisht saj qelize, që ta kuptojmë. Dieta e pasura me sheqer, konsumimi i lartë i sheqernave, i brumrave eliminojnë të mineral. Pra e heqin si mineral, sepse duhet në sasi shumë të vogla. Edhe sot është shumë i mangët. Edhe pse na duhet rreth diku 20-30 mikrogram nga ushqimi, në disa studime thuhet që duhet 100, por nuk është arritur në asnjë ushqim që të konsumohet edhe në klinikat, për shembull si te klinika Mayo apo se te klinika e Clevelandit, nuk është arritur kur 100. Të parët tanë kanë konsumuar diku 120-150 mikrogram. Ne kemi diku 20-30, pra kemi 6 fish më pak. Ku gjendet? Frutat e detit, kërpurdhat, piperi, speci, piperi zi, kryesisht piperi kuq, piperi barbi, si zi është më mirë, po dhe i kuqi, te disa nga drithat kryesore. Kur ne kemi uri të shpeshtë, luhatje të sheqerit, kur ne kemi lodhje pas ushqimit, ku kemi një depozitim të yndyrës abdominale, nëse ne nuk marrim, pra nuk kemi marr vanadium ose nuk e kemi këtë si mineral, ne kemi përdështuar çfarëdo lloj suplementi që ne mund të përdorim. Litiumi është qetësuesi biologjik i trurit, është determinant për sistemin ton nervor. Nëse ne kemi një nervozim ose nervozizëm pa arsye, nëse ne nuk flëm mirë, nëse ne kemi emocionet e paqëndrueshme, pra kemi herë mirë, herë keq, dhe i mbledhim të gjitha ato, themi është një lloj stresi që ne kemi në trupin ton, stabilizimi i neurotransmetuesve ndikon te litiumi. Se litiumi ndikon direkt te serotonina dhe dopamina. Nuk mundet të krijohen të dyja këto, as në zor, as në receptorët ton kryesor, nëse ne kemi mungesë litiumi. Madje ka suplemente litiumi që po përdorin njerëzit, të cilët janë dhe avangard sot për problemet neurodegenerative. Mbron neuronet litiumi.
bën sidomos për të mbajtjen e mirë të kujtesës, ul nivelin e depresionit dhe të ankthit, ul atë mjergullën mendore. Pra, madje në disa studime është parë, sasiu që është fut litiumi në ujë në sasi më të lartë, kanë më pak edhe vetvrasje, ulet niveli vetvrasjeve, ulet niveli krimeve, depresionit dhe i shpërthimeve të rënda emocionale. Sot, në përgjithësi gjendet tek uji, që sot është inexistent, po thuaj se fare, në çdo paketim uji që ta shikoni nuk ka fare litium. Në perime toka është totalisht e çvarfëruar nga kjo dhe patjetër ne kemi një nga arsyet kryesore të anktheve, pagjumësisë, iritimit, nervozizmit dhe shpërthimeve, sepse na mungon litiumi. Pra litiumi është frekuenca që mban kanalet kryesore të serotoninës, dopaminës dhe aspektin ta mbaj trurin në kres, po themi. Punon pa shumë, ne indiferentojmë, nuk e njohim, por ai na jep qartësi dhe na jep memorie. Nga ana tjetër, kemi një dalim dot me minerale të mëdha dhe kryesore, prandaj nuk arrim dot deri te mikro të voglat, se kemi mungesat e të mëdhat. Po, kemi të mëdhat, po problemi është që pak të voglat fillojnë nga e vogla, nuk del te e madhja. Ne kemi një gabim. Unë gjithmonë ku bëj konsulta i them filloni nga të voglat e kalojnë te të mëdha. Ne kalojmë te të mëdhat edhe vetëm pyesim si ta marr vitaminën D, po magnesa të marr dhe vetëm për to flitet. Po ja që s'pas ka analiza për të kuptuar që kemi mungesë këto të voglat. Po, ka dhe analizat posaçme, por janë shumë të kushtueshme, jo se bëhen të gjitha, po. Silici është një silici mund të themi që në qoftë se kishim inxhinierin e trupit, ky është arkitekti i trupit tonë. Po ta shikojmë, silici ndikon te gjithë aspekti i bukurisë së një personi. Pa silic nuk mund të kemi njerëz të bukur. Nuk kemi flok të shëndetshëm, thonjë të shëndetshëm, nuk kemi korrespondencë të anemisë, nuk kemi lëkurë të mirë, nuk kemi lëkurë me puçra apo të dëmtuar, apo edhe me njolla, mungesë e silicit është baza. Dhe kolagjenin e dim sepse kolagjeni është baza e lëkurës sonë. Edhe enëve gjakut, indeve lisë e tjera. Po kush e bën gjithë të forcimin e lidhje të tendinave, të strukturës lëkurës, të ligamenteve, është pikërisht silici që parandalon rrudhat, bën lëkurën të jetë elastike, flokët që mos bien, thonjtë të jenë të mira. Duhet diku 50 mg ditë. Ne sot marrim 10 mg në ditë. Pra ne marrim 5 fish më pak se norma. Kryesisht gjendet të tërshëra pa përpunuar, te kastraveci, te disa elbe, te elbi, te disa grur, te disa drithra dhe te disa fara. Tani të bëjmë një krahasim. Kolagjeni është betoni që ne na jep për të na ndërtuar bazën kryesore të themelit. Silici është struktura e hekurit brenda këtij betoni ku do të ndërtojmë të. Pra, mund të bëjmë beton shumë të bukur nëpërmjet kolagjenit dhe vitaminës D dhe kalciumit, por në qoftë se nuk ka hekur ky beton në ndërtimin ton, ne nuk kemi gjë në vit. Tjetër mineral shumë i rëndësishëm është stronciumi, i cili është inxhinieri i kockave. E kemi neglizhuar totalisht dhe nuk e zë asnjëri në mend. Aktivizon të gjitha fazën e ndërtimit të kockat tona dhe frenon pjesën që mos kemi një defekt në kockat tona. Kjo ndodh që në fëmijërinë tonë. Shumë njerëz marrin kalcium, shumë njerëz marrin vitaminë D, shumë njerëz marrin elemente të tjerë dhe në fund fare kanë haruar që i mungon drejtuesi i makinës, që është stronciumi. Zakonisht merret te burimet e detit, edhe te uji që përsëri janë varfëruara, apo te disa nga burimet e detit, edhe pse duhet një sasi e ulur, diku 3 mg. Si suplement madje mund të merret edhe 600 mg. Ka suplement për këto. Pra kjo është gjemi që ka. Disa nga këto kanë suplement. Është një inxhinier i sakt në problemin e ndërtimit të kocave. Germaniumi, është baza e frymarrjes të qelizës sonë. Ajo është bën bazën qelizore tonë, që gjendet te hudhra, te kërpurdha, tek elemente të tjerë. Kemi elemente të nikelit e rodiumit, por kemi bazën që mund të them kobaltin, që duhet të ndalen pak. Është zëmra dhe thelbi i vitaminës B12. Pa nivele energjie, ne nuk kemi jetë. Dhe vitamina B12 është një nga fazat kryesore që na jep një energji, qoftë sistemin nervor, qoftë në sistemin e përgjithshëm. Dhe roli i vitaminës B12 është që të formojë nivelet e, pra mos kemi dhe probleme anemi, formimin e gjakut, mbrojtjen e nervave, apo të situatës stresit të uroneve etj etj. Por mungesa e këtyre, kemi një thelb të madh, është pikërisht ky mineral, kobalti, i cili aktivizon vitaminën B12. Pa kobalt, vitamina 12 e ka shumë të vështirë të absorbohet dhe nuk mundsohet dot gjithë ky energjia që është baza kryesore e kësaj që mund të themi. Pra,
po themi për kobaltin. Po doni të flas për disa minerale të tjera, nuk kemi dhe kohë, po mirë është që në përgjithësi të kemi balans të mineraleve, të mëdha, të mora dhe të mikro të voglave. Të bazohemi pikërisht te mikromineralet, të ultra mikromineralet. Se mikromineralet ishin faza e dytë. To janë më të vogla akoma, por të bisedojmë me një specialist të holistikës në nutricionist të mirë ose njëri të përgatitur në këtë fushë që të kuptojë ai ku janë thelbi që të shtojnë në disa ushqime që nuk i marrin to, që të kompensojnë vitaminet të mëdha. Pra mos bazohemi vetëm te mineralet bazë, po te këto që do shtyjmë mineralet bazë që ta absorbojnë dhe vitaminat. Është shumë mister komplet mënyra se si funksionon trupi. Faleminderit Artim për këshillat. Trupi është gjë më perfekte, Zoti e ka krijuar në mënyrën më perfekte të mundshme. E drejt. Të falenderoj shumë për këshillat. Uroj ditë të bukur. Shihemi të mërkurën e ardhshme. Ju kem ndihmuar sadopak në informacionet për Me siguri po. Faleminderit shumë për bisedën dhe kohën, ndërkohë ne do të përshëndetemi së bashku duke uruar një vazhdim të këndshëm të programacionit tonë.